Një operacion i policisë së Tiranës ka çuar në arrestimin e një 37 vjeçari të identifikuar si Ksenel Çaka, i dyshuar për shpërndarjen e lëndëve narkotike në zona të ndryshme të kryeqytetit. Sipas burimeve policore, arrestimi u krye pranë hyrjes së bllokut të ambasadave në rrugën e Durrësit, ku i dyshuari u kap në flagrancë gjatë një episodi të dyshuar të shpërndarjes së kokainës. Agjentët e policisë ndërhyjnë menjëherë për neutralizimin e tij, duke e vënë pranga dhe sekuestruar lëndë narkotike që kishin me vete. Nga kontrollet e kryera në momentin e arrestimit, policia i gjeti dhe sekuestroi rreth 200 gram kokainë, e cila dyshohet se ishte i destinuar për të shpërndarë në tregun lokal. Hetimet kanë zbuluar se 37 vjeçari ishte mbajtur në vëzhgim për disa javë dhe dyshohet se ushtronte aktivitetin e shpërndarjes së drogës kryesisht në zonat e Don Boskos dhe Laprakës. Sipas të dhënave paraprak, ai nuk rezultoni proceduar më parë nga autoritetet, ndërsa hetuesit po punojnë për të zbardhur rrjetin e kontakteve të tij dhe për të identifikuar persona të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Materialet procedurale janë referuar organit të prokurisë për veprimet mëtejshme ligjore.